Dy ngjarje të rënda ndodhen ditën e djeshme në Shqipëri. Një vrasje në Lezhë, ku ekzekutua me armë zjarri brenda lokalit të tij babai i Rohan Brahimit, si dhe një atentat ndodhi në Lundër, ku u qellua drejt një makine ku ndodheshin 4 persona. Për të folur për detaje, kam të ftuar në një lidhje Skype ekspertin e sigurisë Fatjon Softa. Fatjon, shumë faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Fatjon, besoj se i ke përcjell dy ngjarjet e rënda. A mund na thoni pak më shumë detaje lidhur me këto dy ngjarje? Pas një qetësie, papritur kemi dy ngjarje të rënda që trondisin vendin, dhe kjo po ndodh pikërisht në zemër të fushatës, pra në kohën kur partitë politike, task forca e ngritur dhe institucionet janë përqendruar kryesisht tek fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sigurisht që këto janë ngjarje të cilët përfitojnë ndoshta nga ky moment kur kemi përqendrim të strukturave dhe vëmendjen edhe të mediave kryesisht ndaj politikës, dhe pikërisht ky moment të thash tronditi këtë që themi element sigurie apo sigurinë në tërësi tek qytetarët, kur ngjarjet kriminale nuk kanë munguar her pas here. Ngjarja e Lezhës dhe ngjarja e Tiranës duken dy ngjarje që kanë lidhje, edhe pse komentet e fundit kërkojnë të bëjnë një lidhje për disa arsye, por unë mendoj janë dy ngjarje të veçanta të shkëputura që nuk besoj sipas analizës time që kanë lidhje me njëra tjetrën. Ngjarja e Lezhës është në kuadrin e varzës hakmarrje dhe gjakmarrje, dyqimet e para dhe të mundshme janë për një gjakmarrje apo një hakmarrje për shkak të profilit të personave. Jovelin Prendi, viktima, është i ati i një viktime të një grupi kriminali i cili ka qenë në përplasjen midis Prendit dhe Martinajt. Dhe ajo ngjarje e bujshme në Greqi ndodhi jo vetëm sepse ndodhi në zemër të kryeqytetit të Elen, por sepse ajo ngjarje ndodhi në sy të fëmijës dhe bashkëtorëve të tij. Dy veta me motor, ajo ngjarje që u komentuar gjatë, që e shoqëroi atë, edhe pse personi i cili jetonte në Dubai, ata të cilët e kishin në objektiv, kishin pasur mundësi ta merrnin informacionin, ta ruanin ato dhe ta ekzekutonin pikërisht në ditët që ai vjen për Pashkët në kryeqytetin e Elen. Tashmë kjo ndodh në Lezhë ndaj një babai i tij, i cili është tentuar 2 herë nëpërmjet një eksplozivi dhe tentativës për ta eliminuar me armë zjarri, dhe më në fund arrin ta eliminojnë pikërisht në këtë atentat mafios tipik të njohur tashmë me të njëjtat skema, ku e 4 persona, nga të cilët 2 ishin qitësa, realizojnë vrasjen me një precizion dhe me një qetësi të lartë, fakti që ai po qëndronte në lokal me një tjetër në tavolinë dhe nuk e ngacmoi, nuk e prekin plumbat, dhe nuk kemi asnjë gjë ndaj personit që ishte bashkë me të, por ekzekutohet pikërisht objektivi, largimi nga vendi i ngjarjes dhe djegja e mjetit. Në të njëjtën kohë kemi ngjarjen në Tiranë, diferenca në kohë, po brenda të njëjtës natë ndodh në afërsi të Tegut, pra zona nga e Unazare, krahu i zonës së Dajtit, ku personat ndjekin një automjet për rreth 1000 kilometra sa, dhe kur janë pas dhe në paralel qellojnë me breshëri, duke shkaktuar plagosje, nga të cilët 2 persona janë në shkallë të lartë të rreziku, dhe urojmë të mos të shërohen, sepse mbi të gjitha aty kemi 2 fëmijë ose adoleshent, po themi, një 11 vjeç dhe një 17 vjeçar. Të 4 personat të pafajshëm që udhtonin në atë automjet. Fatjon, a mendoni që, po themi, ky lloj atentati në Lezhë, edhe mediat kanë raportuar sot që ka mundësi që edhe në Tiranë shënjestër të ketë qenë gruaja e Rohan Brahimit, pasi targa e mjetit që ndaj të cilit është qelluar me targën e mjetit të gruas së Rohan Brahimit është pothuajse e njëjtë, edhe makina është pothuajse është e njëjtë si makinë, si markë, por vetëm ka ndryshim si targë vetëm me një shkronjë. Dhe dyshohet që edhe atentati në Tiranë ka qenë, po themi, gruaja e Rohan Brahimit. A besoni që pas këtyre 2 atentateve mund të jetë një
po themi, personazh i njohur që tashmë është i zhdukur, Ervis Martinaj, a kemi një rikthim të tij në skenën e Shqipërisë? Grupi Ervis Martinaj duket i rivitalizuar, në mos ai është gjallë dhe arrin ta drejtojë dhe ta rikthejë përsëri fushën e tij të akmarrjes ndaj kundërshtarëve të tij. Edhe rasti i lidhur me Greqinë ishte pikërisht një atentat, pikërisht për shkak të konflikteve dhe hasmërive dhe vrasjeve që kanë pasur ndaj Martinajt. Ky rast i Lezhës mendoj të çon pikërisht e kjo pistë ku hakmarrja mund të jetë pikërisht nga këta të dyshuar për shkak të hasmërive dhe të konflikteve të cilët janë në qendër të vëmendjes dhe të përplasjeve midis këtyre dy grupeve. Ndërsa ato të Tiranës, pavarësisht nga koincidencat, nuk mendoj për dy arsye. E para, në të gjitha rastet e grupeve kriminale që kanë pasur hakmarrje apo gjakmarrje, nuk është vendor dhe në objektiv s'ka qenë kur një grua dhe nuk kanë qenë kur fëmijët. Kanë qenë gjithmonë persone të afërt apo jo, por që duke përjashtuar këto dy kategori, pra fëmijët dhe gratë. Do të ishte rasti i parë i grupeve kriminale apo personave pagesë ose porositëve të tyre që për herë të parë ndoshta vejnë dorë dhe tek gratë dhe tek fëmijët. Prandaj unë këtë gjë mundohem ta bëj këtë analizë, sepse nuk dua ta lidh, sepse nuk përkon në asnjë rast. Kur grupet janë përplasur pikërisht për këto motive, pavarësisht nga ashpërësia dhe pesha e grupeve. E dyta është fakti që nëse edhe kjo do të ishte e vërtet, pra kemi një organizim territorial tashmë, që po themi në të njëjtën kohë, koha të cilin ndan 8:30 apo 10:30, një diferencë e kohë orësh, të kemi në të njëjtën kohë organizimin territor. Që do të ishte një njëti grup, i cili largohet nga Lezhë dhe vjen koincidon për të goditur këtë pjesë të objektivit tjetër në Tiranë, kjo nuk rezulton sepse makina është djegur, mbasi është larguar, e njëjta gjë edhe me rastin e atentatit të Tiranës, makina është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është djegur si gjithmonë, është e njëjta skem ose e njëjta rrugë ose e njëjti akt që është përdorur edhe në vrasjen e një djalit të një ish avokati, të isha gjyqtarit, që e ekzekutuan ke zona e Xhamllikut. Ishte e njëjta gjë, pra largimi nërmjet Saukut, djegja e automjetit pikërisht në atë zonë. Pra është e njëjta skem dhe e njëjti akt që përdoret për të eliminuar apo për të përdorur për të realizuar atentatin. Dhe nëse kjo do të ndodhte që edhe në Lezhë dhe në Tiranë kemi një goditje, është shumë e vështirë të koincidojë që këto dy të planifikohen në të njëjtën kohë, në të njëjtën ditë, pavarësisht nga ndryshimi i orëve që koincidojë që objektivat e tyre të shkojnë dhe të përkojnë pikërisht me planet e tyre. Koincidenca e automjetit, koincidenca e targës, koincidenca e zonës mund të jenë të tilla, por unë mendoj që përveç pistës që mund të kemi një porositës, por dy grupe, atëherë duhet të shikohen dhe pista tjera, pra të mos përqendrohemi vetëm te kjo pistë që për koincidencë krijon më shumë besueshmëri, të paktën në perceptimin e parë, duhet kemi dhe pista tjera të cilat mund të lidhen me familjen e biznesmenit. Sepse jo pak herë janë sulmuar biznesmen për motive ndryshme. Për shembull, mund të jetë gjobvënie, mund të jetë konkurrenca në fushën e biznesit që ai ushtron. Me sa di, ai merret me ruajtjen fizike, me transportin e vlerave monetare, me një poligon, por edhe me tregtinë e armëve, që mund të jenë konkurrenca ata apo motive të tjera. Dhe arsye të tjera të cilat mendoj mund të jenë edhe më banale ndaj këtij sulmi. Sigurisht që brenda mjetit kanë qenë vetëm personat të cilët janë plagosur, apo mund të kemi edhe një person tjetër si një person i pesë që mundohet mund të ketë qenë objektivi i këtij sulmi ndaj këtij automjeti. Dhe sulmet në përgjithësi kanë rezultuar suksesshme, shumë rrallë ka ndodhur gabimi në objektiv, në përgjithësi i kanë ruajtur, i kanë survejuar, i kanë ndjekur dhe më pas kanë realizuar plagosje, ekzekutim apo forma të tjera. Prandaj do të ishte shumë koincidencë e rastit që nëse do të thonim që janë planifikuar të dyja,
se do të thonë pastaj kemi arritur një nivel shumë të lartë të organizimit të grupeve kriminale, saqë ata në të njëjtën kohë mund të planifikojnë dhe janë gjendë të organizojnë atentate të mirë organizuar në disa qytete dhe në disa pjesë të territorit. Zoti Softa, kam dhe i pyetje të fundit. Sa të vështirë do e ketë policia të zbardhë këto ngjarje? Për të thënë se vështirë është herët sepse janë shumë faktorë që mund ndikojnë në zbardhjen e ngjarjes. Së pari duhet të jenë kamerat që duhet të kenë mundësinë për të ndërtuar dinamikën, dëshmitarët e mundshëm, dhe nëse mund të kemi shfaqje apo mundësi që ata persona në para atentatit kenë pasur mundësi të jenë zbuluar apo të dukshëm e tjerë. E para, automjeti është apo jo i vjedhur, targa e mjetit është apo jo e vjedhur, dhe jo e thjeshtë është, sepse ne kemi ende të pazbuluara 5 atentate të tilla të këtij tipi. Kemi nga Vlora, rastin e Sinomatit, kemi atentatin në zonën e aksit Lifier Vlorë, ku ende jemi pa autor, pra disa atentate të këtij tipi, kaq mafioz dhe kaq të organizuara, janë ende pa autor dhe janë shumë vështira për të zbuluar. Zoti Softa, shumë faleminderit për këtë mundësi që na dhat për të sqaruar dhe për dhënë më shumë detaj lidhur me këto dy ngjarje të rënda. Faleminderit juve. Faleminderit.